Shpella e Spiles në Himar, një nga hapësirat më të veçanta të Bregdetit shqiptar, i është nënshtruar një ndërhyrje për të rritur atraktivitetin e këtij destinacioni për gjatë gjithë vitit. Kjo shpellë lidhet me mitin e Ciklopit, të përmendur nga Homeri para 2700 vjetësh. Ajo njihet ndryshe edhe si shpella e Odises ose shpella e Ciklopit, duke qenë se sipas mitologjisë, ky është vendi ku u ndeshën dy personazhet. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha vizitoi së fundmi këtë shpellë, e cila mbart një potencial të rëndësishëm kulturor dhe turistik për zonën. Atëherë këtu jemi në një pikë që në fakt është me rëndësi për Bashkinë Himar, sepse edhe pse duket pak si situatë kaotike urbane, por ka shumë rëndësi që edhe në pika të vogla si kjo ne të kthejmë rregullin, të kthejmë dinjitetin e këtyre pikave, të kthejmë vizitueshmërinë e tyre, mund t'i promovojmë këto pika. Himara vuan për destinacione dhe për kujtesë në kuptimin e disa prej monumenteve dhe disa prej ato mund të jenë natyrore, mund të jenë historike, mund të jenë të ndryshme, por që vuan që të ketë një menu më të pasur edhe nga pikpamja e turizmit, trashëgimisë kulturore. Natyrisht Himara është shumë e pasur dhe begat nga deti dhe nga natyra, por puna është që ky lloj turizmi i rrit shumë vlerë Himarës dhe zonës, dhe këtu kemi një betejë e cila zhvillohet edhe mes paligjshmërisë në vite, mes pakujdesisë në vite dhe kthimit të rregullit. Në shpellë ka pasur një ndërhyrje të kujdesshme me qëllim mbrojtjen dhe interpretimin e kësaj hapësire unike, duke krijuar mundësi që vizitorët ta përjetojnë, të kuptojnë atë që pa cënuar integritetin e saj natyror dhe historik. Ndriçimi i pjesës së brendshme do të bëjë shpellën të dallueshme dhe të identifikueshme edhe gjatë orëve të natës, duke krijuar një eksperiencë të re për vizitorët, duke e kthyer atë në një pikë referimi të Rivierës. Një komponent i rëndësishëm i projektit është edhe rikualifikimi i hapësirës përpara shpellës. Kështu do të ndërtohet një itinerar i plot turistik dhe kulturor për sitët e zonës Himares, duke lidhur trashëgimin natyror dhe atë kulturore. Ky projekt financohet nga Banka Botërore përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe projektim nga Kultura Heritage with Borders Albania dhe monitorim nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Vlorë.